Për pacientët tonë në onkologji. Në çdo ditë pune, përballë nesh qëndron guximi më i madh që mund njohim, pacientët tonë. Ata që përballen ata që përballen me dhimbje, me lodhje, me frikë, por qësërish gjejnë forcë për të buzëqeshur. Ata që, pa e ditur, bëhen frymëzimi ynë i përditshëm. Ne stafi vogël i onkologjisë e dim çfarë do thotë të punosh në ngarkesë të madhe, shpesh s'ka pushim, shpesh s'ka frymarrje, por kur nuk mungon vullneti, as dashuria për punën tonë. Në çdo dorë në çdo dorë që shtrëngojmë, në çdo lot që fshim, o zot, s'komet për kur zë më falni. Në çdo dorë që shtrëngojmë, në çdo lot që fshim, ne japim një copës shprehse, sepse kujdesi ndaj pacientit nuk është vetëm profesion, është mision që lind nga zemra. Në onkologji çdo ditë mësojmë se jeta nuk matet me ditët që jetojmë, por me forcën me cilën i përballojmë. Ne mësojmë durim, mësojmë mirënjohje, mësojmë çfarë do thotë të jesh i gjallë me shpirtin. I can feel it all around. Edhe kur trupi lodhet. Për pacientët tonë, ju jeni arsyeja pse buzëqeshim, edhe në ditët më të vështira. Ju jeni dëshmia e vërtetë se shpresa është më e fortë se çdo diagnozë. Ne jemi pak, por bashk jemi forcë. Ne jemi të lodhur, por zemrat tona nuk dorëzohen kurrë, sepse në çdo frym të punës tonë jeton dashuria për njeriu. Le të vazhdojmë ta bëjmë punën tonë me zemër, besim dhe për ulësi, sepse ndoshta nuk mund t'i shpëtojmë të gjithë. Por mund t'a bëjmë se cilin të ndjej se nuk është vetëm. Infermierja e buzëqeshur, siç më njohin pacientët, Donjeta Muja. I can feel it all around. A chronicle of people caving in under the pressure of the death temptress. I can see all of fumbling. Për vrullin edhe punën e jashtëzakonshme që bën stafi onkologjisë e di me kemi pa. Për shumë që kemi humb, aty kemi përcjell, se dia ju kujtohet. Një dëgjues që i dorëzuam një zarf për fëmijët e vet, Ylberi, letra anonës, Ylberin e kemi humb. Dhe tash unë është prej klinikave që sado që kam dëshirë më shku mi taku se i kemi dëgjues tonë, o fare s'du me kalu andej. Djashtu pash. E pash një burr, ndoshta ishte në të 50-at, 55, i zbehur, e që fëmijët e vet në të dy anët e tij mbanin qashtu duar shtrënguar. Pra, për të gjithë juve që jeni duke u trajtu sot, llogaritni numrat që po e kalojnë dhe që po gëzojnë tani shëndet të plot, për juve që sa po jeni diagnostifiku, forca, merr një shembull edhe te Albana, dhe për çka do që keni nevojë, nëse prezenca ime ju mjafton një kafe me ardhë me pi, unë edhe çka do e rëndësishme që do t'jetë këtu në këtë zyrën time, në këtë institucion, do t'a lësi dje dhe do t'vite ju.
Nëse mendoni që mundem pak të bëj, përndryshe për gjithë stafin e onkologjisë, prej Ilir Kurtishit, të gjithë mjekëve, infermierëve, pa fund falenderime, pa fund. Për letrën që e keni Donjeta Muja, faleminderit shumë dhe përqafoj gjithë ata pacient që i ki aty. Lumë si ata që kanë atë shumë vullnet, e ne që jemi shëndosh, vullneti se ke. Dhe jemi kërkues të mdhenj të materiale, sigurisht.